Dita Psalmi 2. Zoti mbretëron mbi gjithçka. Leximi i ditës, Psalmi 2. Mbretëria e Mesias. Pse zjejnë kombet dhe pse popujt kurdisin gjëra të kota? Mbretërit e dheut mblidhen dhe princat këshillohen bashk kundër Zotit dhe të vajosurit të tij, duke thënë: le t'i këputim prangat e tyre dhe t'i heqim qafe litarët e tyre. Ai që ulet në qiejt do të qesh, Zoti do të tallet me ta. Atëherë do t'u flas në zemërimin e tij dhe do t'i trembë në indinjatën e tij të madhe dhe do të thotë: e vendosa mbretin tim mbi Sion, malin tim të shenjtë, do të shpall dekretin e Zotit. Ai më ka thënë: ti je biri im, sot më linde. Më kërko dhe unë do t'i jap kombe si trashëgimi për ty dhe mbar dheun si zotërimin tënd. Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri, do t'i bërë cop si një enë prej argjile. Tani pra o mbretër, tregohuni të urtë, pranoni ndreqen, o gjyqtar të dheut. Shërbeni me frikë Zotin dhe gëzoni me drithma. Nënshtrohuni birit që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës, sepse zemërimi i tij mund të ndiset në një çast. Lum ata që gjejnë strehë tek ai. Shpjegimi. Ky psalm tregon një realitet shumë të fortë. Njerëzit dhe kombet mund të rebelohen, mund të përpiqen të jetojnë pa Zotin. Por Zoti është ende në fron. Ai mbretëron mbi gjithçka. Mbretërit e tokës mendojnë se kanë pushtet, por Zoti nuk është i shqetësuar. Ai shpall mbretin e tij, një mbretësi që nuk mund të rrëzohet. Ky psalm na jep një paralajmërim dhe një ftesë. Mos lufto kundër Zotit, po gjej strehë tek ai. Mesazhi është shumë i qartë. Pushteti njerëzor kalon, por mbretëria e Zotit mbetet për gjithmonë. Lutu me mua. O Zot, ti je mbret mbi gjithçka dhe unë besoj në fuqinë tënde. Më ndihmo të mos ndjek krenarinë e kësaj bote, por të qëndroj i përulur para teje. Më jep një zemër që të besoj dhe gjej strehë tek ti. Le të jetë jeta ime në udhëheqjen tënde. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.